22 maj shënon ditën botërore të biodiversitetit, një ditë që synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e mbrojtjes së natyrës dhe larmisë biologjike. Edhe zona e Shkodrës përballet me sfida që ndikojnë në ruajtjen e biodiversitetit dhe ekosistemeve natyrore. Nëse flasim për faktorët natyror, ne po e ndjejmë çdo ditë ndryshimet klimatike, katastrofa natyrore, jo përmbytjet, zjarret, ndër faktorët njerëzor le të themi është ndotja. Me kërcënimin e popullatave të shumë specieve, reduktim, llojet invazive apo të huaja që po hynë dhe prishin ekuilibrin e zinxhirit ushqimor, po themi në ekosistemet natyrore, është gjuetia dhe peshkimi pa ligjshëm, që po ashtu kanë reduktuar popullatat, por dhe numrin e llojeve. Sipas ekspertes, nevojiten më shumë masa dhe angazhim për mbrojtjen e pasurive natyrore. Gjithçka fillon nga bashkëpunimi mes institucioneve për ruajtjen dhe mbrojtjen e natyrës, sidomos biodiversitetit, vlerave të tyre, por dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve, sidomos me të rinjt, me shkollat. Duhet të rritet vëmendja tek orët e edukimit mjedisor, të shtohen sa më shumë orët e praktikave. Ruajtja biodiversitetit nënkupton ruajtjen e trashëgimisë natyrore. Dita botërore e biodiversitetit shërben si një thirrje për të forcuar përpjekjet në mbrojtje të natyrës dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.